Atëherë shumë knajsi dhe privilegj që ju shikoj, dhe që keni hapur dhe kamera. Tani pa unë burko, mund të shkruani se nga po ka pak e hon. Shive pak ka pak e hon. Dëgjoj mirë, apo pritse Jehona mund të jetë këtu tek. Po tani e hoqa tani, më duket se e hoqa Jehonën. Yes? Se sot kemi, ju lutem, dua një duartokitje sot për Melon, se nuk e kemi Marinele, kemi Melon sot. Kështu që te teknika nëse do kemi një problem, do jemi këtu, okay? Cool. Atëherë Gjermania, Italia, Vlora, Italia, Tirana. Tani është okay, thot Avniu pa Jehon, shumë bukur, Italia, Lezhë, amazing, Durrës, Tirana. Unë jetoj në Gjermani, Prishtinë, amazing. Dua që sot të marrim maksimumin nga ky trajnim. Është hera e parë që unë e bëj për një kompani të kësaj përmase gjigande në numër. Do ju sugjeroja fort që t'i hapnit kamerat, sepse është një mënyrë shumë e mirë. Në radhë parë për të bërë një reklam për veten, thamë që high achievers edhe të keshin ndrojtur nuk kanë kuptim këto dyja. Dhe e dyta, që është më kryesorja, nëse ti e ke kamerën e mbyllur, me shumë mundësi je duke bënë gjë tjetër. Bën një gjë tjetër edhe nuk e ke vëmendje këtu, edhe nuk je all in këtu. Neve duam që të jemi all in, dhe duke qenë all in, neve marrim maksimumin dhe pastaj vazhdojmë me pjesët e tjera. Okej? Atëherë jemi këtu. Are you here? Sa nga ju kanë plotësuar formën? Formën? Atë formularin? Yes, Sara, po. Erestina, shumë bukur. Neve bëm një lojë sot, edhe tham kush do të bëj disa pyetje në lidhje me unë. Okej, great, shumë bukur. Mund ta ulim pak zërin aty? Po, ule. Po tani? Jo, është nga ky laptopi këtu. Mirë, pa humbur kohë, jemi okay. Dua t'ju uroj mirëseardhjet në High Achievers për Snap. Ky është një program i cili është i dedikuar për kompaninë tuaj, edhe një duartrokitje dhe falënderim për Erisën. Thank you Erisa që bëret mundur që neve jemi këtu sot. Great. Sa nga ju janë Shqica? Gjithja Shqica. Okej. Ka disa që nuk e ngrenë dorën, okej. Sa nga juve duan të shesin më shumë? Duan të shesin më shumë? Yeah, good. Okej. Sa nga ju kanë dëshirë të dyfishojnë shitjet aktuale që kanë tani? Dyfishojnë shitjet. Yes. Amazing. Tani, shumë kush nga ju vjen në një trajnim biznesi e thotë, ore, çfarë do na thotë ky në gjë të veçantë? Ore, çfarë do na thotë ky në gjë që unë s'e kam dëgjuar ndonjëherë? Çfarë do na thotë ky në gjë që unë nuk kam kush është sekreti që nuk e kemi dëgjuar me asnjë trajnim tjetër? Nuk e di, sa nga ju keni bërë trajnime biznesi më përpara? Gjithë, yes. Nuk e di, Ermira Muka ka bërë trajnim biznesi? Po, jo, akoma asnjëherë? Donalda? No? Okej, shumë mirë. Pas kemi edhe të tjerë që nuk kanë marrë pjesë në një trajnim biznesi. Atëherë, për sa i përket pjesës së trajnimeve të biznesit, unë kam një eksperiencë të jashtëzakonshme, gjithmonë falerisës, që i bën këto trajnimet. Yes. Unë kam një eksperiencë të jashtëzakonshme në trajnime. Kam lexuar kam studiuar mbi 167 libra biznesi, mbi 167. Edhe gjithmonë kisha këtë idenë që shiko, më shumë ti mëson, edhe më shumë ti fiton. Edhe unë kisha shumë interes që të fitoja shumë. Isha shumë i lidhur pas suksesit, edhe doja të isha shumë i mirë në këtë gjë. Dhe problemi që hasja ishte vetëm pjesa që, po shtoj njohurin. S'ndodhi gjë.
Shto prap njohurinë, prap s'nodhi gjë. Ore, çka ka? Në librin e 167 unë u dorëzova ta shikosh, nuk po lexoj më, nuk po studioj më, nuk po shkoj më në to 150 trajnimet e mundshme që kam ndjekur, sepse to nuk funksionon, ka nëse diçka që nuk ecën. Atëherë, këtu ishte edhe pika ime kryesore e kthesës. Unë pata një goxha kolaps në karrierën time dhe në jetën time, sepse po investoja shumë tek vetja ime, po investoja jashtëzakonisht tek njohuritë e mia, mirë po nuk po ndodhte gjë. Dhe më së fundi, në kulmin e mërzitjes edhe të dështimit, thash e shikosh, ka diçka që nuk shkon këtu, duhet patjetër që të gjej një rrugë më të shpejt për të bërë gjërat. Dhe më njëherë takoj një business coach, i cili ishte business coach high ticket, ai ishte një big guy. Edhe i tregoj problemin tim, edhe i tregoj të gjitha certifikatat që unë kisha bërë për shitje. Dhe ajo që kuptova ishte që ai më tha me një fjali që Eri tha, nuk të duhet njohuria e gjithë botës që ti të kesh sukses. Është si thua për shembull, unë jam një futbollist shumë i mirë, po për të bërë i suksesshëm në futboll duhet të mësoj basketbollin, tenisin, golfin se të bëjnë mirë. No, nuk funksionon kështu në biznes. Vetme gjë që ty duhet funksionojë është diçka tjetër. Por mbamën diçka që ty nuk të duhet njohuria e gjithë botës që ti të kesh sukses. Dhe këtu unë ndjeva shumë i ofenduar edhe pata një goditje të madhe, thash, wow, po prit se janë gjithë këto vite të jetës time që unë po ja dedikoj njohurisë, librave dhe nuk po ndodh asgjë. Dhe ky tipi tash më thot mua që 5 minuta më takoi më njofti dhe më thot të gjithë dhe iku. Me njerë fillova nga puna, vendosa që të bëjmë një biznes bashkë dhe fillova që të punoj me të. Dhe aty vura re që nuk është loj njohurish, po është loj aftësish, skills. Neve nuk kemi asnjëherë problem për sa i përket pjesës parave. Nuk kemi problem tek parat. I vetmi problem që neve kemi është tek aftësia për të bërë para, ose aftësia e biznesit. Që neve të jemi të suksesshëm në biznes nuk na duhen pafund njohuri të bukura që neve të impresionojmë njerëzit, por neve na duhen vetëm njohuri të aplikueshme, një njohuri që është për biznesin tim, për momentin në cilën unë ndodhem tani. Okej? Kështu që në këtë moment neve aty mori kthesën gjithë karriera ime dhe thash, Eri, duhet të fokusohesh vetëm në një biznes, pra në një skill, dhe ti ta çosh atë në nivelin botror, pra në nivelin më të lartë, në nivelin high ticket, në nivelin e premium. Dhe në këtë moment, unë kuptova diçka, që në momentin që ti dëshiron të bësh sukses, nuk mund të jesh i suksesshëm për çfarë do lloj gjëje që të del përpara, por suksesshëm vetëm në një aftësi biznesi. Në gjuhën tonë neve i quajmë high ticket skill. High ticket skill ka të bëjë me pjesën e një aftësie e cila ty të gjeneron të ardhurat larta. 8.000 euro në muaj, 5.000 euro në muaj, 7.000 euro në muaj fitim neto, kjo është një aftësi high skill sipas përkufizimit tonë. Dhe e vetmja gjë për ta bërë këtë gjë është thjesht fokus, drejtim dhe orë pune. Po, ecë edhe pak Nelo. Tani, në momentin që neve po flasim për skills, ndalo këtu. Atëherë, kur flasim për skill, neve themi këtë gjë që si ta kuptoj nëse sa i aftë jam te kjo gjëja, atëherë unë kuptoj sa të ardhura kam. Me qoftë se unë rezultati është që unë nuk kam ato të ardhura që dua, do të thotë që aftësia ime e biznesit nuk është në lartësinë e duhur. Pse? Sepse po të ishte në lartësinë e duhur, atëherë unë do kisha këto të ardhura. Çfarë e thjesht? Duket i kështu si lloj fjalësh, por është shumë e thellë. Okej? Kështu që në momentin që neve do flasim sot për skill, do flasim për aftësi, do flasim për atë që pse disa në mesin tuaj janë që lart. Pse disa lëre këtu. Pse disa në mesin tuaj kanë 105 euro shitje më të lartën, kishte edhe nga ato që kishin 360 euro shitje. Mund ta shkruani ku është problemi këtu?
pse dikush shitja më e shtrenjtë është 105 euro dhe dikush tjetër shitjen më e shtrenjtë ka 360 euro. Disa këtu te grupi jon kanë edhe më shumë. Kanë edhe 10.000 euro, 100.000 euro, 50.000 euro. Sa aq kushton një paket? Bukur, më pëlqen besmira. Tjetër, aftësia jon për qitur, yes. Tjetër? Një shitje e shtrenjtë një herë bëhet, po, unë sa po kam filluar jam e re në shitje, nuk kemi aq këmbgulse, tërheqje e gabuar e klientelës. Okej, good. Tani, çështja është shumë e thjeshtë. Nëse se neve duam të performojmë më mirë, neve kemi 3 të vërteta që shumica nuk kanë guxim t'ju a thonë kur vjen puna tek rritja e skillsave. E para është që ti duhet të dalësh nga loja old school. Duhet të dalësh dhe të çlirohesh nga këto mendimet e vjetra që hajtë nëse unë jam i ri, unë jam e re, se kjo nuk funksionon për mua, tash kjo industria ime kaqesh, sepse biznesi im është lloj i tillë. No, kjo është gabimi i parë. E dyta, ka një diferencë shumë të madhe ndërmjet punës së fortë edhe ndërtimit me strukturë. Dhe struktura është ajo që ty të çon në rritje të qëndrueshme. Nuk është puna e fortë. Është si ajo shpreha, çe do ti Ferrarin kur nuk di t'i japësh. Closer ti bëhesh, nuk është se lind nga natyra. Okej? Dhe e treta është si lidhet shitja drejt për drejt me atë që quhet lirinë tënde financiare ose me ndikimin tënd në treg. Në fund të këtij trajnimi neve do të ndajmë diçka ekskluzive, do bëjmë një role play bashkë dhe do të marrim një nga juve, atë më guzimtare, dhe do të bëjmë se si bëhet një demonstrim live, se si bëhet një shitje normale dhe një shitje high ticket ose një shitje në closer. Okej? Sa nga ju janë dakord deri tani? Sa po ju pëlqen? Yes? Hello, great. Pra, çfarë është loja old school? Ecim pak, Milo? Tani, loja old school ka të bëjë me pjesën që sa më shumë telefonata të bëj, aq më shumë ec me këto kujtet. Sa më shumë telefonata të bëj, unë aq më shumë do shes. Edhe ose këto që janë pronar biznesi për shembull thotë, duhet të cik më shumë marketing. E kam problemi vetëm në marketingu. Po të kem unë për shembull më shumë lica, e keni has lica, çfarë është lica po? Lica, perspekte, Sa më e kam ngrit në fund, po akoma s'dëgjoj fare, thot. Nuk e di, keni gjithë problemin e audios? No? Jo, është okay, mirë. Atëherë, gjithë problemi është sa më shumë marketingun të bëj, atëherë unë aq më shumë unë do të jem i suksesshëm. Sa më shumë klient të takoj, unë do jem më i suksesshëm. Shiko, sa më shumë të flas unë në takimet me klient, aq më shumë unë do bëj shitje. Okej? Këtu ka diçka që mund të përmirësojmë. Unë them që këto janë një mit. Kjo është një lojë old school. Loja moderne janë ca teknika të cilat ne i përdorim në closing, teknika moderne për closing. Pse? Sepse rritja e xhiros gjithmonë nuk sjell gjithmonë ndjesi kështu rritje fitimi. Klientët mund të shtohen ose licat mund të shtohen, por prit se koha është e kufizuar, nuk mund t'i marrësh dot gjithë në telefon. Nëse ti ke një produkt për të shitur, atëherë ti je time limited, nuk mund të shesësh dot pafund. Atëherë duke qenë se nuk shet dot pafund, tash do të bësh një diferencë, ore shiko. Si ishim edhe çfarë mund të bëj unë një strategji me kohën që kam, me mundësitë që kam edhe me burimet që kam. Dhe këtu është diçka tjetër. Për sa i përket pjesës së lojës old school, fatkeqësisht kjo është shumë e mbi vlerësuar. Në rrjetet sociale neve çfarë bëjmë gjithmonë? Dalim aty edhe themi hey, shiko, ky është produkti im. Shiko, iqe këtë lëre, do muri. Ej, ky është produkti im. Mere se shumë i mirë. Mere. Ky është produkt fantastik. Ky është produkti më i mirë që unë kam. Atëherë, çfarë bëjmë ne tash? S'po ma blen një produktin. Shiko se këtu ti je gjatë gjithë kohës njësoj me tjerës. Nuk bën asnjë lloj diferencë. Gjithë ç'bën. Po na është të bësh diçka ndryshe.
Puna është të bësh një filtrim ose një mënyrë tjetër paraqitje, se kështu ky është produkti më i mirë. Po ti shikosh të gjitha postimet në social media thonë, unë jam më i bukuri, unë jam më i liri, unë jam më i shtrenjti, unë jam më i miri se mund s'ka. Dhe këto tiparet, këto karakteristika që produkti im i ka, është më i miri i mundshëm. Në një kohë që jo, nuk funksionon kështu. Kjo është ajo që neve themi loja old school. Unë jam unë. Në kontratat hajtikit, neve nuk e kemi fokusin unë. Por neve kemi fokusin ti. Është një lloj mënyre marketingu ose një lloj mënyre komunikimi ku fokusin nuk e kemi tek vetja, por e kemi tek klienti. Dhe në takimet dhe telefonatat që ne bëjmë nuk e kemi tek vetja, por e kemi tek tjetri. Fatkeqësisht shumica nuk e din pjesën e shitcave tradicionale, sepse thonë jo, unë jam në rregull, por e din të pjesën e shitcave që kush shet më shumë është ai që flet më shumë, ai që flet më bukur, ai që është një person i cili është i lindur për këtë punë. Është një person i cili është trajnuar për të folur bukur, për të bërë prezantime të bukura. Ndërkohë që e vërteta nuk është kështu. Po si është e vërteta? Po ja, unë pak më përpara, nuk e di, Melo vuri ato testimonials, kemi ca case study shumë të rëndësishëm që unë i kam nxjerrë në YouTube dhe jemi akoma në punë e sipër për të nxjerrë dhe të tjera video. Ishte që një vajzë e cila kishte 200 euro produkt, shkoi dhe shiti 12.000 euro produkt. Duket i çik kështu si skem, duket i çik kështu si mashtrim, ç'është kjo, s'ka mundësi. Yes, ka shumë mundësi. Madje Avniu e njeh personalisht atë personin, Avniu është këtu, po. Dhe yes është këtu, yes Avni. Dhe është një gjë që është shumë thjesht e bëshme. Me Avniu unë kam punuar shumë dhe vazhdoj punoj, dhe është një gjë lehtësisht e bëshme. Nuk ka ilaç magjik, nuk ka pilulë magjike, por ka disa teknika që të bëjnë të gjë. Pak më përpara nuk e di patë edhe atë vajzën e bankës OTP, që shiste mesatarisht 5.000 euro produkt në muaj, okay? Neve punuam bashkë dhe ajo shkoi në këturi, ngrepak, dhe shkoi në 12.000 euro në muaj. Më falë, 120.000 euro, kujdes, ajo bankës. Këto janë lehtësisht të dokumentueshme, juve mund t'i verifikoni. Por puna është se si të dalësh nga loja old school e biznesit dhe si të çlirohesh nga këto mendimet e vjetruara që ty të mbajnë në mend. Të mbajnë të bllokuar, mendime si më shiko se tashi këto janë show, janë gjëra që ndodhin një herë, por biznesi im funksionon ndryshe, sepse unë e kam ndryshe gjë. Në fushën time të kremrave, kaq është limiti, kaq është limiti. Ndërkohë që ti duhet të punosh pak me disa gjëra të tjera, për shembull, si të kthesh besimin tek vetja, duke kuptuar që problemi nuk je ti, por problemi është mënyra se si ti ke luajtur lojën deri tani. Ti duhet të ndërtosh një identitet të ri profesional. Nga një operator që hey, përshëndetje zotëri, të lutem merre shitjen time, produktin tim, sepse nga komisioni që unë do marrë për ty, do bëj shpenzimet mia për personale e tjera. Këtu neve flasim në një që quhet ndërtues sistemi. Nuk është teori, por është ai manuali që ndan ata që punojnë shumë dhe ata që ndërtojnë pasuri. Ka një diferencë shumë të madhe me këtë pjesë. Okej? Kështu që në fund neve do flasim si është kjo mënyra e re e lojës, do të kemi çik qartësi për rolin, edhe për pjesën tënde si një person që ndërton sisteme, që ndërton ekipin, ndërton veten e vet, ndërton sistemin e vet dhe pastaj ndërton edhe ekipin e vet. Ndërton edhe në rolin e erisës. Erisa nuk duhet të jetë vetëm një super achiever, një high achiever, por çfarë duhet të jetë? Duhet të jetë edhe një klonues shumë i mirë që siç bën erisat bën të tjerët. Edhe të ndërtojë ato që themi closers ose që themi high achiever, por closer është termi i saktë. Ta që shesin shtrenjtë edhe që shesin shumë në muaj. Tani, le ta themi troç, njohuria, siç e thash më përpara, nuk do të ndryshojë biznesin apo karrierën tënde. Unë e kam të mësuar nga kurrizimi këtë gjë. Më vjen çik gjynaf me thënë, po është e vërtetë. Më vjen gjynaf për veten, sepse doja ta kisha mësuar 10 vjet më parë, por më mirë që mësova tash se sa kur. Dhe njohuria nuk mjafton fare. Përkundrazi, njohuria më tepër të krijon një lloj depresioni, them. Ti bën trajnimin edhe ç'a bën?
ngrihet kjo adrenalina, thot një adrenalin këtu edhe ty kthehet ca kënaqësi truri edhe sa qef. Mi po ti bën vetëm këtë gjë këtu. Bën këtë gjë këtu edhe nuk bën asgjë. Atëherë hyp shton atë njohurinë dhe rritet ky hendeku ndërmjet asaj që di dhe asaj që bën. Në momentin që rritet hendeku këtyre, kjo quhet demoralizim, kjo quhet depresion dhe ti thua, "Sa s'bëjnë këto trajnime to na çmenën." Kështu që ngre pak lart, kështu që në këtë lloj forme keni kujdes tek ajo që mësoni dhe ajo që bëni. Neve në Close Masterclass nuk mësojmë asgjë për njohuri intelektuale. Po, lëre këtu. Por mësojmë njohuri të aplikueshme se si të bëhen mjeshtër unë të kjo njohurie që kam. Nuk më intereson njohuri për shumë gjëra, më intereson që ta vën në punë. Nëse unë se vën në punë, ç'e duhet njohuri? Pra, loja old school është mentaliteti yt I vjetër, është mënyra se si ti bën biznes ose si ti bën karrierë. Sot unë dua që ti të vendosësh të ndalosh lojën old school dhe të luash të lojën e re. Biznesi im dile futu pra. Okay. Biznesi im kaq ka. Nuk mund të rritet më sepse shiko, në Gjermani, në Itali, këto janë. Në Snap ne jemi të bindur që nuk ka kështu rritje të madhe. Domethënë kaq është produkti jo. Kaq është ajo, gjëja jo. Kaq treg mund të bëj sepse unë jam një grua ose unë jam një nën, unë jam në karrierë, kam kaq të kufizuar kohën edhe nuk e bëj dot. Ky është një lloj justifikim, nuk ngjan justifikim. Kjo është një mentalitet nga mentalitetet më të rrezikshme që nuk ngjan justifikim, por ti ndellon si kjo është e vërteta, kjo është realiteti. Dhe prandaj problemi që neve kemi është që biznesi im ky kaq, domethënë puna ime kaq ka, jo, neve themi këtë gjë. Unë nuk shoh në mënyrë tjetër. Dhe këtu po, je dakord. Nëse ti nuk sheh në mënyrë tjetër, është okay. Pra, ti ke një tavan tëndin mendor dhe thu kaq është, nuk mund të shkoj dot më tepër, sepse kaq ka. Nëse ti thua që biznesi im kaq ka, atëherë ti mos kërko më rritje, sepse ti je ai që po e ndalon. Ky nuk është realitet. Ky është një burg që ti e ke ndërtuar nga mënyra se si ti mendon. Dhe çfarë duhet ndryshosh më njëherë? E para, direkt shkruaj mësimin e parë. Ndalo së menduari si operator. Fillo të mendosh si një arkitekt. Një arkitekt I cili e ka ndërtuar këtë biznes, këtë karrierë që ti ke, se juve do të thonë jo, po unë s'kam biznesin tim. Biznesi jot është koha, ti po shet kohën, është totalisht biznes. Ti po shet kohën tënde në këmbim parave, siç jemi gjithë tjerat. Dhe në këtë karrierë që ti ke, ti bën gjithçka vetë, ngre lart, lutem. Ti bën gjithçka vetë, por ti nuk je makina, ti je ai personi inxhinieri që ndërton makinën që të eci vetë. Ti nuk je biznesi yt. Ti e përdor biznesin si një makinë për të të çuar në jetën e ëndrave, në ato plotësimin e tua, dëshirat e tua materialiste, financiare, dhe mbi gjitha është mënyra jetesës, sepse për një pronar biznesi është jeta. Në qoftë se juve paguani me komisione, në qoftë se juve paguani në bazë të performancës që keni, në bazë të bonuseve që keni, juve jeni në biznesin tuaj. Në momentin që juve e bëni biznesin më të mirë, atëherë do fitoni më shumë dhe jeni totalisht në biznesin tuaj. Nuk jeni me rrok fikse që hajmo kaq ka. Atëherë biznesi për juve nuk është thjesht hajmo I punë, po është jeta jote, sepse ti po të fitosh më shumë, patjetër që ti do të kesh një stil tjetër jetesë. E dyta, mos lufto për çdo klient. Ndërtoj një sistem që I tërheq ata. Sa kohë që ti lufton, do lodhesh. Ti duhet të ndërtosh një pozicionim që magnetizon, jo thjesht një shitje që raskapit. Këto nuk janë gjëra të thjeshta, neve do t'i mbulojmë një pas një. Dhe e treta është mos ja faturo fajin tregut apo industrisë. Nuk është industria, nuk është tregu. Është struktura që ti ke ngritur, është ai mentaliteti jot, ku për shembull marrim një metaforë, unë kam një makinë edhe nuk eci dot më shumë se 60 km/h. Edhe ti thua, makinë e keqe, por në fakt ti ke frenat e dorës ngritur. Dhe çfarë bën ato? Ul frenat edhe ikën përpara. Pra, pyetja kryesore ime është what's the problem? Ku është problemi? Çfarë të pengon makinën tënde që të eci më shpejt, që të eci të fluturojë? Dhe këtë gjë neve do ta ndajmë, do ta diskutojmë sot bashkë. Okej? Mirë, iqe pak PowerPoint-in Milo dhe letrim kështu siç jemi në të gjithë.
Pyetja është çfarë e pengon biznesin tim, pra të ardhurat e mia, që të kenë ato rezultate që unë dua. Mundet kem një koment nga juve, çfarë mendoni se e pengon biznesin tuaj? Pse nuk po shisni më shumë? Pse nuk po fitoni më shumë? Strategjia jo e mirë, angazhimi maksimal, aftësia për marketing. Okej? Okej, do t'i mbulojmë të gjitha këto. Okej? Zëvendëso nga njerëzit s'kan shumë besim. Duhet më shumë punë, nuk dim çesim. Manuela. Duhet të zëvendësosh fjalin biznesi im kaq ka me, shiko, unë nuk po jap mundësinë biznesit tim që biznesi im meriton. Pra, shitjet që duhet të bëj me këtë kohë që kam, jo në qoftë se. Strategjia gjithmonë fiton përpjekjen. Struktura fiton kundrejt lodhjes. Shumë pronar biznese që unë njoh, shumë shitës të shtrenjtë që unë njoh, bëjnë çdo gjë në biznesin e tyre, vetëm atë punën e pronarit biznesit ose atë punën e tyre nuk e bëjnë dot. Pse? Për 1574 arsye dhe nuk është çudi që biznesi ngec, sepse kompanisë i duhet një person që ta çojë përpara, jo një person që është gjithkohës i ulur edhe duke punuar. Marrim një rast konkret sepse nuk dua të bëhem shumë teorik. Kur unë kam përpara një klient, unë nuk e shikoj atë klientin edhe të neve në closer masterclass kemi një që quhet high intention, low attachment. Neve kemi intencionin atë qëllimin e lartë, për kushtimin e lartë, por lidhjen emocionale e kemi të ulët. Dhe themi këtë gjë, kur unë takoj klientin edhe them nëse ky do të blej apo jo shërbimin tim, pyetja e parë që unë bëj është a është ky për produktin tim? A i bën ky këto gjëra që unë them? A i bën punë ky produkti im, a i bën punë këtij klienti që ky ta ndryshoj totalisht jetën, pra ta transformoj jetën, jo ti shes diçka edhe ti ki me vrap. Por a ka mundësi që unë ta kem lifetime value? Nuk e di, sa nga juve e kanë parë videon që ju ka nisur Elisa me llojet e shitcave? Urdhërmarrës tradicional? No? Okej, ka parë Elziana. Good. Nuk, thro? Jo, hiqe tekstin, të lërë. Tani, unë thot Gjuliana, unë thot Elisa, base nuk kemi gjithë fjallet e duara që të heqim klientët. Tani, gjithë çështja është këtu, që në shitje neve kemi 3 lloje vendimmarrësish. 3 njerëz në shitje. Njerëzit e parë në shitje kush janë? Janë ata që janë urdhërmarrës. Edhe çfarë bëjnë ato urdhërmarrësit? Bindën. Hej, shiko, ku i hasim këto? I hasim në për ato butiqet e modës. Shkojmë neve për shembull në një dyqan, edhe janë ato që sistemojnë mallin. Edhe ti i thu, shiko, kam këtë xhaketën, mund të më japësh një tjetër? Mund të më japësh një tjetër? Masa 50, okej. Edhe ai shkon, masa 50, edhe e merr në magazinet asaj. Ky është tipi i asaj që quhet urdhërmarrës. Unë marr urdhra. Çam thu ti, unë e bëj. Çam thu ti, unë e bëj. Unë zbatoj. Po tjetër vend ku kemi në supermarket, janë ato sistemuesit e madhe. Këto ose kudo, e gjejnë kudo. E rëndësishme është që këta nuk janë shitës. Këto s'kan as raporte, nuk din as sa shesin, nuk asim kërkohet llogaria si gjë. Këto janë kështu thjesht. Ndihmues, support. Grupi i dytë i shitësave është ai grup i cili ka të bëjë me këto tradicionale, këto old schoolers, këta shesin, patjetër, po këto shesin në një mënyrë shumë tradicionale, ato vetëm flasin. Bim. Ke përsëri imagjinoni tash një mitralot, edhe vetëm flasin dhe gjuajnë. Dhe çfarë ndodh këtu? Këta nuk e dëgjojnë fare klientin, por vetëm flasin. Këta nuk e kanë idenë me bë pyetje, nuk dinë me bë pyetje, por dinë bëjnë shumë mirë prezantim. Shiko tash, më lërë se të prezantoj këtë telefon, këtë telefoni më i mirë, ka këto kamerën, ka këtë gjë. Dhe këto janë një prezantues malli shumë të mirë. Janë mjeshtra në prezantim. Motoja e këtyre, mentaliteti i këtyre sa më shumë flas, aq më shumë
shitje bëj. Sa mendoni juve që unë kam të drejtë këtu? Sa më shumë flas, aq më shumë shitje bëj. Është e vërtetë apo është e gabuar? Shumë e vërtetë. Okej? Jo, po e vërteta. No, thos, e vërtet, jo, e vërtet, unë kam vetë 3 shitje. Yes, sa më shumë flas, aq më shumë shes. Ky është një mentalitet totalisht i gabuar. Pse është totalisht i gabuar? Sepse sot njerëzit janë lodhur nga informacioni. Ka informacion pa fund. Ka shumë informacion. Dhe duke qenë se ti ke shumë informacion, ti nuk bën dot diferencën nga tjerët. Duke qenë se ti nuk bën dot diferencën nga tjerët, çfarë të ndodh? Do jesh njësoj si tjerët, edhe nuk ka diferencë fare ndërmjet ti edhe 8 miliard shitcave të tjerë. Ke dëgjuar se janë gjithë këto shitcat janë të krekosur edhe shiko, hey, ti shkon për të bërë një bisedë për biznesin, ti shkon për të shitur një krem, edhe në fund të bisedës ai thot, shiko, ti që ke shit shumë i mirë. Unë kam këtë produktin tjetër, a do vish ti të punosh te kompania ime? Sa vete ju kanë ndodhur këto? Ju kanë ndodhur njeriu që ju kanë ofruar punë? Yes, Sara. Mu më ndodh gjithë kohës shumë shpesh. Dhe duke ja mbushur mendjen, kjo është e tmerrshme. Neve nuk ja mbushim mendjen. Ta shitja tradicional ta mbushin mendjen. Unë them që këtyre ju ka dalë koha, ka ikur koha dhe janë shumë old school. Shitcat e vjetër, pra tradicional janë old school. Fol shumë, bëj shumë, dhe ti ç'a bën? Bën një që quhet nuk bën diferencë nga tjerët. Neve themi që shitja bëhet nëpërmjet veshëve dhe jo gojës. Closerat janë ata lloj personash të cilët shesin shtrenjtë, shesin produktet shtrenjta të mëdha, dhe çfarë ndodh? Këta nëpërmjet pyetjeve bëjnë klientin që ta blej. Nuk ja u shesin neve produktin. Shiko, merre se hec, kape, bëje, no. Neve nëpërmjet disa pyetjeve diagnostifikuese, nëpërmjet disa pyetjeve inteligjente, neve nëpërmjet asaj që quhet pyetjet e duhura me tonalitetin e duhur dhe intonacionin e duhur, i zgjojmë kurreshtin klientit që ai klienti thotë lutem marrë produktin tim. Këto janë ato që ne themi closer high ticket, janë high achievers. Nëpërmjet këtij lloj sistemi që ta bësh tjetrin të blej, ti do të kesh një avantazh jashtëzakonisht shumë të madh me të tjerët. Këto do të grupi i tretë i closerave, të cilët për fakt keq për momentin tani janë shumë pak. Janë shumë pak sepse e kanë mbytur këto tradicionalet, sepse kanë një mentalitet, pronarët e biznesit e kanë mentalitetin të gabuar, sepse pronarët e biznesit janë kështu edhe thonë edhe ti bëj kështu si them unë edhe kështu. Ndërkohë që bota sot ka ecur shumë përpara, nëpërmjet modernizimit, nëpërmjet teknikave të shitjes ose të tregut, të teknologjisë, kryesorja është teknologjia, nuk ka më kohë tash ti duroj unë çfarë flet ti, çfarë thot ti, jo produkti e gjërat. No. Tani koha është gjithmonë, hey, kush është i aftë që të bëj pyetjen e duhur që klienti ta blej vetë gjë, edhe thotë yes, kam nevojë për këtë gjë. Dhe kur ti arrin në këtë lloj niveli, shitjet e tua nuk bëhen me presion, nuk bëhen shumë pushi, slajsi, por bëhen kollaj. Dhe ti nuk je më ai figura urryer e shit, por je ajo figura që neve në closer i quajmë doctor frame. Është korniza e doktorit. Albanën e kemi doktoresh, nutricioniste në fushën shumë të shëndetit, dhe nuk mundet dot që një person si Albana, një closer si Albana, të shkojë dhe të thotë, shiko, merre këtë se kjo është shumë e mirë për ty, edhe merre. Jo. Pse? Sepse ti nuk mund shkosh dot te doktori kur nuk ke një problem, kur nuk ke një dhimbje. Atëherë çfarë bëjmë neve? Ne si closer gjejmë problemin, gjejmë dhimbjen që klienti ka. Dhe duke gjetur dhimbjen dhe problemin që klienti ka, atëherë mundohemi që t'ia zgjidhim këtë dhimbje klientit me produktin tonë. Por gjithmonë duke e bler vetë ajo, jo t'ia blejmë neve. Tani, këto duken pak fjalë teorike dhe fjalë kështu çfarë thot ky, se kena dëgjuar para edhe është diçka shumë abstrakte.
Po, është e vërtet. Kështu jam ndjerë dhe unë në fillimet e mia, kur nuk e dija fare se çfarë ishte kjo koncepti i closerit. Dija vetëm që shikoj, desha të dilja nga ajo zona ime tradicionale dhe doja të dilja nga ajo zhurma e tregut që fol sa më shumë, fol me fjalë të mëdha, myt e klientin, edhe kështu do bësh shitje. Imagjinoni këto call centerat që bëjnë shitje outbound, që marrin telefon ose dërgojnë email ose dërgojnë mesazhe, marrin për shembull një listë në database nga whatever, e blejnë internet, edhe të marrin ty, shiko, kam këtë furçën e dhëmbëve, kam këtë pastën e dhëmbëve, kam këtë. Është old school. Shumica nuk ta gjejnë telefonin, nuk e bëjnë. Pse? Sepse është një gjë që quhet trust. Duhet fitosh një besimin dhe pastaj ti të bësh shitje. Kur ti vendos të bësh lojën e ligës High Achievers, atëherë loja jote, biznesi yt, njohuria jote dhe mënyra jote se si komunikon dhe se si flet ndryshon totalisht nga zero, do të bëhet komplet ndryshe, sepse mënyra se si ti organizon shitjen dhe pyetjet janë totalisht ndryshe dhe thu, wow, po pse nuk qeka kjo gjëja kështu? Duhet me bë pyetje që ne të bëjmë shitje? Po, duhet me bë pyetje që ne të bëjmë shitje. Kështu që në këtë moment, okay, thot Emanuela, jemi shumë kurioz tani. Fakti që unë ju zgjova kuriozitetin, tani dua kjo ishte pak a shumë ajo që unë kisha përgatitur për juve, nuk do t'ju jap shumë informacion, do t'ju jap pak informacion në mënyrë që të fillojmë të bëjmë çik punë tani. Nuk e di, kush ka dëshirë që të bëjë një role play me mua? E dini çfarë është role play? Keni praktikuar një role play? Role play? No? No? Come on, jeni shita. No, çoshke. Jo, okay. Mirë, atëherë le të bëjmë një improvizim. Nuk e di, kush është ai demonstrim? Okej. Kush është shitësi që ka shitur 2 ashtu paketa 360 euro? Është këtu? Okej, Elziana, good. Elzianën, mund ta hapësh pak mikrofonin? Milo? Okej, Elziana, mund ta hapësh? Okej, dëgjohen? Jo? Po? Hello? Dëgjohem, Elziana? Po, dëgjohem, shumë mirë. Okej, good. Po, Elziana, mund ta bësh unmute? Hello? Dëgjohem? Po, një gjë shumë mirë. Okej, good. Na bëni një prezantim të shkurtër përpara se të fillojmë? Unë jam Erdena Peçuli, prej 6 vitesh jetoj në Gjermani, kam bërë studimet e larta në Shqipëri për infermieri të përgjithshme dhe kam vazhduar për psikologji. Më fal, për çfarë ishte edukimi jot? Infermieri e përgjithshme në Shqipëri dhe kam vazhduar psikologjinë këtu. Ke vazhduar dhe psikologjinë. Ke 2 armë shumë të forta, infermierinë, psikologjinë. Ke një background që yes, I like it. Great. Tani sa kohë ke që merresh me shtetin? Je në spitalin gjerman. Në profesionin e psikologjisë, jam mami 3 fëmijëve. Mamaja 3 fëmijëve, ti kesh me jetë. Fakti që ke 3 fëmijë do të thotë që ke një arsye shumë të fortë që biznesin tënd ta bësh scale. Ti s'ke nevojë për justifikime. Jo po se kështu, jo po se por kam 3 arsye të forta që duhet ta bëjmë shumë sukses në këtë biznes. Edhe yes, great Elziana. Ti sa kohë ke me snepin? Pjesë snepit në muajin shtator, në javën e dytë të muajit shtator. Dhe në bazë të pikëve që jep snepi, arrita që të kualifikohem në supervizore. Okej, good. Për 1 muaj ti u bëre supervizore? Po. Nice, amazing. Shikon ti, imagjino çfarë do bësh për 6 muaj. Cilat janë ambicjet e tua? Ambicjet kanë fund, po ideja që u futa rrugës në snep ishte që ndërtoja diçka time. Okej. A jeti në gjën tënde? Si lutem? A je në biznesin tënd? Po, mendoj që po, në fillimet e para, po që... Yes, nëse ti je në komision, pra nëse ti shet
me komision dhe të ardhurat e tua varen nga performanca jote, patjetër që ti je super biznesin tënd. Dhe ta sugjeroj fort që ky lloj mundësie është shumë herë më i madh, më i mirë sepse përdor biznesin aty tjetrit për t'u pasuruar vetë, sesa të rish fillosh të hapësh biznesin tate, budalliqe që po nuk është kjo temë dhe nuk dua të futem atje. Good. Atëherë, ti ke një muaj shitja jote më e madhe, kush ishte? Ishte 2 paketa detox. Detox, 2 paketa detox. Dy e njëjsh. Po, Okay. venin. Të gjitha së bashku 360 euro, 370 diçka ti. Si u ndjeve? Ë? Ndjeva mirë se mora me shumë, fillova që në fillim të bëja shitje. Ja, ka shumë adrenalinë, apo jo? Ka shumë adrenalinë. Po, e mora me dëshirë të madhe. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, neve do të improvizojmë një telefonat bashkë, ti si komunikon me klientët? Flet në telefon, i takon fizikisht, takon në Zoom? Nëpërmjet rrjeteve sociale, po kam punuar më shumë offline. Offline? Personalisht duke i takuar, po. One to face to face. Great. Po, Atëherë, tek puna ku punoj e kam përhapur reklamacionin. Great. Do bëjmë një improvizim bashkë? Po. Atëherë, unë do të bëj rolin e prospektit, pra të atij licit. Okej? Dhe ti do bësh rolin e shitsit. Qa ke dëshirë që të më shesësh? Unë në fillim shikoj çfarë ka nevojë klienti. Ndonjëherë shikoj shumë me ty edhe them që do t'i bëj reklamimin e kësaj teme, të këtij produkti, sepse e shikoj që ka nevojë. Shumë bukur. Unë për çka kam nevojë? Apo është produkt për femra? Kujdes, është produkt për femra, u shkri Besmira. Produktet. Kam nevojë për produkt apo jo? Produktet ka dhe për meshkuj. Okej. Çfarë do të më shesësh? Unë kam dëshirë që të reklamoj produktet që kanë të bëjnë me shëndetësinë më shumë. Ke dëshirë të reklamosh produktet që janë me shëndetësinë apo ke dëshirë të shesësh produktet që janë të lidhur me se ka diferencë madhe? Po, bëra një reklam të mirë, normalisht edhe klienti do blej. Varet nga ajo çfarë unë prezantoj. Hajde ta bëjmë një provë. Okej, jemi gati? Gati. Okej. Ku jemi? Jemi të zyra ime, jemi të zyra jote, jemi në kafe? Një ambient pune. Ambient pune? Okej. Në ambient pune. Jemi në spitale. Edhe jemi taku. Yes. Përshëndetje Elzjana. Përshëndetje. Si ke kaluar? Kënaqësi që po takoj. Mirë, shumë mirë. Ja, tani jam në një projekt shumë të madh edhe po punoj pak, po goxha mirë. Ti si lodhur besoj. Me thënë drejtën nuk jam i lodhur, sepse ky projekti është shumë ambicioz edhe mendoj që kur të mbaroj këtë projektin do jem goxha shumë në formë. Ka nevojë për energji. Mendoj se të merr kohë. Urdhëro? Mendoj se ky projekt të merr pak kohë dhe ndihesh i lodhur. Dukem i lodhur? Okej, po jam lodhur shumë vallai. Te lef jam, për zotin kam qenë shumë keq. Ja, punoj nga 12 dhjetor jam keq fare. A merr një suplement për dhënie energjie? Suplement për energjinë? Kam kështu. Jesh më energjik. Jo, nuk i përdor këto suplementet, po kam përdor magnez më shumë. Te kompania ku punoj unë ka produkte shumë kryesore, që të ndihmojnë përgjithsisht kur ndjesh i lodhur apo kur je i stresuar, i ngarkuar. Realisht unë ka përdorur edhe vetë dhe jam shumë e kënaqur. O, vërtet? Për çfarë bëhet fjalë? Përgjithsisht kam përdorur dhe produktet për ngarkesën e stresit,
pasi puna që bëj është turni i tretë dhe ndihem goxha e ngarkuar. Produkte që të ndihmojnë të jesh sa më i qetë dhe punon më mirë. Okej. Nuk e di nëse se ti ke dëgjuar, po mund të shikosh edhe në internet që të shikosh. Kompania Snap jep produkte shumë të mira, si për shembull Prime, është nga produktet që ndihesh i relaksuar, të qetëson. Okej. Jep shumë benefite të mira dhe jep vërtet rezultat. Dakor. Dëshiron ta provosh? Po, mund ta provoj. Ke tash këtu me vet, ai fusi kokën? Atë mund ta përdorësh një herë në ditë ose 2 herë, varet. Mund ta përdorësh 5 pika në mëngjes, është me pika, 5 pika në darkë. Ose edhe 10 që në mëngjes, varet si dëshiron ti që të ndash. Me dëshirësh, ë? Mirë, kam hallë mos është kështu, mos bëj. Mund ta marrësh edhe 10 pika në mëngjes, mund ta ndash edhe 5 në mëngjes, 5 në darkë. Okej. Po ta bëj kështu 5 në mëngjes, 5 në darkë, mos më bëjmë kështu i varur nga kjo gjë? Jo, absolutisht. Janë 100% bimore dhe nuk krijon varësi nga diçka të tillë. Okej. Mirë. Dakor. Ju flas edhe për pjesën e çmimit. Është një produkt që jam pak të kushtueshme, varet se me çfarë syri e shikon në fakt. Kushton tek ma një shifër, 59 euro. Sa kushton? 59 euro. 59 euro, sa shtrenjtë. Pse ka shtrenjtë? Po, janë produkte 100% bimore dhe të certifikon mjekësia italiane. Normalisht të shkosh në farmaci që të marrë të blesh ilaçe, normalisht edhe këto janë goxha të kushtueshme. Kjo është një produkt bimor, që nuk ka efekte anësore, nuk të bën të varur. Nuk të bën të varur dhe është bimor. Po. Okej. Jo, okej. Jo, më duket i shtrenjtë, personalisht nuk duket i shtrenjtë. Duket pak e shtrenjtë, po më falë, Okej, nëse është dikush tjetër aty. Hami goca, si duket Elziana, është e mirë? Jepini pak kurajo. Jes Elziana, më thuaj. Duket shumë shtrenjtë, 59 euro është shumë shtrenjtë. Këto tjerët e ka nga... Mund të jetë edhe ndonjë suplement alternativ që kushton më pak dhe ka të njëjtin efekt. Ja, është alternativ që ka efekt. Okej. Një produkt pak më të lirë, domethënë që mund është ta përballosh në bazë të çmimit, por që kanë të njëjtin vlerë. Sa është çmimi? Japin të njëjtin efekt. Sa është çmimi? 39 euro. Pse deshe me ndonë ato 59-ën ti? Pse s'më dhe këtë që në fillim? Nëse, ata me ma po me hile më duket. Jo, nuk po ta bëj me hile, po thjesht po të tregoj diçka që është se ky që është 39 euro, normalisht duhet ta përdorësh 2 herë në ditë dhe të jep efekt. Pak mund të ngadalë nga ai që kushton 59 euro. Ai të jep efektin më shpejt. E mirë se u tremba se thashtë mos më hodhe në Sasha. Shiko, dakor, ja do ta mendoj edhe do të them. Okej? Okej. Faleminderit. Bum, daloni, ndaloj takimin. Mirë, mund të kemi një duar trokitje për Elzianën? Bravo. Shiko, do shumë guxim që të bësh të tillë skenar në kaq shumë njerëz edhe gjithashtu. Tani, çfarë mendon Elziana që bëri mirë? Dhe ky klienti ka një vit që të ka fut blok. Emocionet bëjnë edhe punën e vet.
Yes, qa bëre mirë, qa të pëlqeu fort? Që më pëlqeu, normalisht më pëlqen fakti kur flasë, nuk jam kështu kur flas me klientët e tjerë, tani kam emocion. Patjetër pra se ne jemi këtu në aktrim tash, Më thënë, se kam parë unë është thjesht kur bëhet reklamacioni që të jepet mënyra e duhur, ose ta bësh në mënyrën e duhur produktin. Më thënë, me të gjitha njohuritë që ne kemi për produktin, për benefitet që produkti jep. Okej. Këtë e bëre mirë. Kishe një gjë që mund bëje në i përmirësim? Në kisha shumë që mund bëja përmirësim, po akoma po ngrej duhet. No. Kishe një gjë që mund përmirësoj? Në më thënë këtë reklam, mund të flisja pak më shumë për në më thënë suplementin nga çfarë përbëhej dhe për efektet e duhur, do më thënë, të duhurat. Do më thënë, do doja eksplikja më shumë që çfarë përmban ky produkt. Okej. Çfarë përmban ky produkt? Pra më shumë tipare dhe më shumë këto karakteristikat e produktit, apo jo? Okej. Mirë. Dëshiron të bëjmë një kështu switch, çfarë ndryshim rolesh? Ta provoj unë të bëj shitsin edhe ti të bësh Klientin. Po, patjetër. Klienti, prospektin, ha? Okej. Atë le të improvizojmë që jemi në telefon, edhe ti ke parë diku Instagramin tim apo diçka, edhe neve të dy ram në kontakt telefonate. Okej? Po, patjetër. Nuk dua që ta bëjmë face to face, po mund ta bëjmë në telefon, shumë kollaj. Meqense se nuk e kemi gjithë luksin që ti takojmë fizikisht klientët, por me telefon ne vështirëzojmë një teknologji më të shpejtë edhe për të bërë atë që quhet scale, sepse fizikisht ke numër të caktuar. Kur përdor teknologjinë, je më shumë, apo jo? Good. Atëherë, fillojmë. Prit tash se thot Avniu është closer. Pjesa që mund të përmirësoj ishte të gjej përmes pyetjeve më të thella. Cila është dhimbja e klientit? Yes, prospektit, yes. Neve në closing futemi më thellë. Po ja le ta provoj një herë, nuk e di nëse do ja dalë dhe juve do më vlerësoni. Okej? Great. Përshëndetje Elgjana. Përshëndetje. Kënaqësi që po flasim në telefon. Nuk e di, pash këtë aplikimin tënd, ke parë reklamën edhe ishe interesuar për produktin? Po. Nuk e di se kanë dy lloje reklamash, KP, atë të vitaminave apo këtë të suplementeve. Që praktikisht është një gjë, po. Apo këtë të kremit. Të suplementeve. Të suplementeve, okej. Mund të të bëj disa pyetje për parë nëse kjo është për organizmin tënd për pyetje për ty? Okej. Ti përdor aktualisht suplemente? Jo, nuk përdor. Po ç'ne që do t'i fillosh? Janë suplemente për rënien nga pesha. Rënien nga pesha? Pas ke problem rënien nga pesha. Okej. Por rënien nga pesha kemi Albanën. Mirë, po ç'ne këtej domethënë, ç'a ke provuar për rënien nga pesha? Kam provuar dieta, gjithmonë nuk kam funksionuar, pasi kam marrë për 30 kg. Ke provuar dietë dhe ke marrë 30 kg plus? Pas të dietës, ato kile që kam humbur kam marrë. Me thënë drejtën, e dëgjojmë shpesh këtë tek fusha e dietave, njerëzit përmirësohen për një periudhë të shkurtër kohë dhe pastaj bie entuziazmi, bie. E njëjta gjë është në closing. Kur mësojnë closing, bëjnë ca shitje të shenjta, pastaj e lejnë dhe bie entuziazmi. Është një mirë, Elgjana, po nuk e di tani kjo pjesa e dietës, pse mendon që këto suplemente do të bëjnë punë? Po, nga sa kam lexuar nga përshkrimi që ju keni bërë, janë suplement bimor dhe
Kam parë dhe rezultate në faqen tuaj të klientëve të tjerë. Okej, ke parë Tash rezultate. i kontaktora. Pe atë klientin ABC? Okej. Po, ti çfarë rezultatesh po kërkon? Do të bëj 5 kg. Do të biesh sa? 5 kg. 5 kg. Për sa kohë mendon të biesh? Po brenda muajit. Brenda muajit. Po pastaj? Mas muajit ti do biesh 5 kg, çfarë do ndodhi? Nga sa pash në përshkrimin që kishim bërë, suplementeve për rënje suksesit, në qoftë se unë mbaj një ushqim shëndetshëm, mos i marr mbrapsht shpejtëlla. Atëherë kush është zgjidhja? Do dëshiroj të dija më shumë për produktet. Po pra ja, do t'i jap këto suplemente, do bish 5 kg për një muaj, po pastaj do i morësh prap. Çe do? Leci i mirë kështu. Ja të shpej marr fare. Si? Shpej marr fare atë. S'pe i merr fare? It's okay. Ka një gjë tjetër që mund ndihmoj? Jo, asgjë. Okay. Shiko, problemi që ndodhet me këtë Eliana është sepse ne nuk duam që të bëjmë shitje, neve duam të kemi një duam të transformojmë shëndetin e klientëve tanë ose bashkëpunëtorëve tanë. Këtë gjë që unë po flas me ty e has çdo ditë. Njerëzit duan rezultate të mëdha për kohë të shkurtër dhe kjo të sjell një organizim të organizuar në mënyrë perfekte, sepse ti për një periudhë kohë je shumë mirë dhe pastaj bie. Zgjidhja që neve kemi gjetur me disa lloje klientësh është që kemi ndërtuar disa paketa 3 mujore, 6 mujore, biletkade 1 vjeçare, të cilat bëjnë të mundur që ti të bësh atë transformimin tënd, jo 1 muaj edhe maro punë, por ta bësh paktën për 1 vit që ty të kthehet në një stil jetese. Duke të kthyer në një stil jetese, atëherë ti nuk e merr kurrë ato kile. Por nëse do më thosh mua e shiko Eri, më jep të pilulën magjike me këtë ilaçin se unë do bi për 5 kg për 1 muaj. Prap do vish pastaj shiko se u shëndosha më shumë se me dietë. Sepse dhe ilaçi më i mirë që neve kemi gjetur në këtë lloj 30 fundit, në këto muajin e fundit, neve kemi bërë këtë gjë që kemi ndërtuar disa paketa në minimumi është 3 muaj, e cila nuk mundet dot ty të lërë në balt. Por ti merr një angazhim që neve punojmë 3 muaj bashkë, ideale do ishte 1 vit, por nuk e di tani ti si e mendon, dhe pastaj neve mund të kalojmë tek pjesa që ti të marrësh një ndryshim të avasht, po për një kohë të gjatë derisa të bëhet një stil jetese. Nuk e di si duket si ide. Do të mendoj në fakt. Do ta mendosh për çfarë? Të duket shumë e bukur për qenë e vërtet? Po. Kështu thonë gjithë. Sepse kur flasim neve duket shumë reklam, duket i nga këto Instagramit edhe këto gjërat. Edhe sa herë që neve klientët na thonë do ta mendojnë, binë ato monotoninë momentit edhe nuk bëjnë fare asnjë lloj lëvizje për veten e tyre. Ti, a je një person që i angazhuar për të marrë pjesë në ndryshimin e peshës tënde, apo je një person nga këto që e zvarrisi e tha një ditë do shkojmë, një ditë do bëjmë. Hajde. Ja, unë jam e angazhuar. Ai për rezultate. Kur flasim e angazhuar, në ç'kuptim? Tani angazhuar kur tani po flasim jashtë reklamës. Kur unë dua, ose ju qëllim vetë, përse të humbja peshën. Unë të arrij që të humb peshën, të krijoj një balans, të kemi një trup në fillim të shëndetshëm, dhe pastaj në formë. Do të arrijë deri në fund.
Po pra se po e dëgjoj shpesh këtë pjesën e balancës edhe të peshës. Po pse të duhet? Çfarë do të realizosh ti me këtë? Tek pesha, çfarë duhet të realizoj? Një nga faktorët e mbi peshës, kjo probleme të tjera shëndetësore. Për shembull, Për shembull kur vuan nga menisku dhe në momentin që ti je pak mbi peshë, fillon të vjen ato dhimbje. okay. Ti ke probleme me mushkërinë, mbi pesha, të sjell probleme të tjera të frymëmarrjes, mbi pesha të sjell diabetin, ka shumë faktorë. Edhe çfarë ndodh pastaj kur ti bësh me diabet ose ke probleme me mushkërinë? Çfarë ndodh? Ti bleshi të futesh në rrugë të gjatë në ana mjekësore në mjek, dhe të kujdesesh që në fillim për trupin dhe kur kujdesesh për trupin do të thotë që ti kujdesesh për të ardhmen tënde. A je ti një person që kujdeset për të ardhmen tënde? Sidomos në mos 35 vjeçare. Sidomos në moshën 35 vjeçare. Po ti je një person që kujdesesh për shëndetin tënd, për investimin të ardhmen? Po kujdesem. Çfarë bën për këtë? Ana me sport. Fitness. Okej. Po fakti që jeni në Mund telefonat të ushqem shëndetshëm. Ja. Po fakti që jeni të telefonat me mua do të thotë që këto gjëra të kanë funksionuar deri tani? Jo, gjithmonë ka momente që bie dhe Pastaj e merr prapë. Apo jo? Ka momente që rëzohesh në monotoni, pastaj ngrihesh pritshua. Ja, me këtë situatë që neve hasim çdo ditë, neve gjithmonë shohim njerëz të interesuar për të investuar tek vetja, por nuk shohim veprim. Edhe këtu mbyllet çdo gjë. Okej, bum, ndaloi roleplay, ndaloi takimin. Një duar trokitje për Elzianën, përsëri prapë për Elzianën, sepse këtë rol e bëri shumë mirë pjesën e prospektit. Nuk e di tani çfarë ju pëlqeu tek mënyra se si unë artikulova. Elziana, çfarë pëlqeu tek mua? Ose më fal, a të pëlqeu në gjë? Kishte një diferencë ndërmjet ty si shitse dhe mua si closer? Nuk bëre shumë reklam. Zbëra reklam apo zbëra fare? Bëre fare. Tjetër, çfarë të pëlqeu tjetër? Në rrugë e qetësisë. Dhe pyetjet e detajuara. Okej, sepse duken closer atje Albana, reverse psychology, përdora reverse psychology. Yes. Pjesa që bëri mirë ishte pjesa e pyetjeve për të kuptuar nevojën e prospektit. Si e kuptova unë nevojën tënde? Thash, pse erdhe këtë? Atë ta analizojmë çik role play-in që nga fillimi. Që në fillim kur unë të drejtova pyetjet, gjëja e parë është të mora leje. Thash, shiko, më lejon të të bëj ca pyetje nëse kjo gjë që un kam bën punë ty? Bum, që këtu unë të mora autoritetin. Kush bën pyetje, drejton bisedën. Nuk mund të shesësh dot. Shtrenjtë, nëse ti nuk bën pyetje, nëse ti nuk merr drejtimin e bisedës. Dhe këtë ta mora në një ëmbëlsi aq të natyrshme sa si se vure re fare, mbase nuk e ke kuptuar fare këtë gjë. E dyta, pozicioni im ishte rol doktori, korniza e doktorit. Çka ke bën më për? Pse do ta bësh këtë gjë? Jo po kështu, jo po kështu, jo po kështu. Po çfarë di ti për këtë gjë? Dhe ti ishe një person që i kishe studiuar këtë gjë. Dhe me erdhe mua e përgatitur, dhe tiparet dhe karakteristikat e produktit, ti i kishe aty. Nuk kishe, më the, jo po kjo, këtë. Kur unë të vura re ty, thash, po çfarë të pëlqeu tek reklama ose tek kjo gjë, doa të dija për çfarë produkti ishe interesuar sepse ti ishe mbyllur. Unë s'dija si gjë nga ty. Normalisht në takimet closing neve i përgatisim prospektet edhe i japim një formular. Ata plotësojnë formularin dhe mbas formularit ne vendretojmë. Nuk po Merilda, duken closer, duken. Ej, Merilda pastaj nëse do mund të t'jap pak volum.
që të flasim pak me ty. Kryesore fare ishte që unë orientova flow-un e diskutimit në 3 momente kryesore. E para është që unë të vura aty në pozita që kush foli më shumë, unë apo ti? Unë. Komplet ti. Sa ishte përqindja? 50-50, 20 unë, 80 ti, apo 80 unë, 20 ti? 80 unë, 20 ti. 80, a ishte kjo një ti e bleve, deshe ta bleje produktin? Nuk e di ma do e bleje, apo jo, por doje ta bleje? Në gjuhën tonë, unë të bëra aty shitës. Tek programi Closer Masterclass ne të mësojmë se si t'i bëjmë klientët tanë shitës. Dhe kur unë ty të bëra pyetjen edhe tash, po pse do ta blesh këtë punë? Kena këto dietat. Edhe ti fillove, po jo, po se kjo këtë kështu e këtë. Pra, ti po mbroje blerjen tënde. Edhe unë ty të bëra shitse të produktit tim. Dhe kjo është shumë e thellë dhe shumë e fortë. Pastaj të çova tek vizioni të ardhmes. Ku do të arrish? Unë mbase ti e kishe tek u bë modele, unë e dija që ti do të bëhesh modele sepse do të bëhesh fashionista, blogere, bla bla bla, por ti e kishe për smundjen. It's okay, aq më mirë. Atëre, çfarë ndodh me problemin e mushkërisë? Kurse ke mushkëri, atëherë çfarë po bëjam tash tek arsyeja tek pse e doje ti këtë gjën, unë u futa thellë. Dhe këtë bëjnë closerat. Futen në thellë me gjërave. Të pse. Pse. Closerat janë mjeshtra për të bërë pyetje. Edhe din se si të bëjnë pyetje në një lloj forme që ti të shkosh më thellë, jo të rishin sipërfaqe, më shmirë 5 kg, 6 kg. Ana tjetër, përdora dhe autoritetin duke thënë që pa një muaj ti do të bësh, është si puna e dietës, zbulova një rrugë të gabuar tënde, që ti kishe ndjekur në të kaluar dhe s'kishte dhënë efekt. Edhe çfarë thashun? Këtë historik tënd, këtë faktin tënd, unë çfarë bëra? E përdora te produkti im. Edhe thash, pa neve pra ne nuk i bëjmë për një muaj gjonat. Se ja, një muaj, bi 5 kg, pasaj i merr ato. Por çfarë bëjmë? Bum! Shita paketën një vjeçare. Që duke di ai e gati apo jo për ta blej një vit, mund të dhash edhe opsionin 3 muaj, duke thënë që kam 2 oferta për ty. Kam një high ticket, kam dhe një mid ticket ose low ticket, kam edhe një tjetër që është falas ose një gjë sa për të hequr frikën, dyshimin. Njerëzit blejnë nga dyshimi, Dhe ti e bleve vetë. Nuk e bleve vetë, por the deri ku që e po se mund duhet transformimi i jetës, më duhet një vit. Është si puna e gjuhës së huaj, unë duhet mësoj anglishtën. Atëherë, nëse unë paguaj një seancë, 1 orë anglisht, a do më bëj punë? Zero. Se s'ku mësohet anglishtja për një orë. Është i hum kohën dhe klientit, edhe vetës. E njëjta gjë është me këtë gjën që desha me mshit, me këtë suplementin që të dopson, sepse ty nuk të bën punë një herë ose një muaj. Ty të bën një stil jetese. Dhe këtë ne bëjmë si closera që quhet lifetime value. Njëjtën gjë, neve të dy jemi në të njëjtën industri. Tishet dieta, kështu ilaçe, do të thënë çfarë quhet kjo, suplemente, pra stil jetese që të jeti i shëndetshëm etj. Hello. Kanë ngrirë gjithë. Jemi këtu? Elzjana? Okej. Dhe ti shet atë, edhe unë shet këtë. Neve jemi të dy shesim gjithë gjë. Unë shes tek pjesa, pas ka ardhur Ritvani, hajde Ritvan, mirë se erdhe. Neve shesim, unë shes pjesën e dietës mendore, që ti vlla për të bërë një closer nuk të duhet 2 ditë, nuk të duhet i trajnim. Marrove një tërgjit, ta tregova unë formulën e dhe bën vetë, po ty të duhet të paktën një vit, por hajde filloj 3 muaj, 2 javë, 5 javë çfarë do shty, por nuk të bën punë, nuk të ndryshon jetën. Ti do bish prapë në grackën e asaj si qishe. Pra ne të dy jemi në një industri. Ku është fuqia ime? Fuqia ime është që unë nuk mundet do të punoj çdo herë me 0 klient. Çdo muaj ta filloj nga 0. Po unë kam filluar shitjen që më përpara për 1 vit. Pastaj ti nuk e besim 1 vit tek mua? Ka problem. Provoj këtë
2 javë, 1 ditë, ku di unë thash. Provoj 1 muaj, por po të them që tashi që po i more suplementet për 1 muaj 5 kg, do shëndoshesh prap, edhe nuk do të arrish ëndrrën tënde. Ne si klozra shesim vizionin, shesim atë gjën që hey, ti mund ta bësh këtë gjën, por nuk mund ta bësh dot vetë. A e bën dot vetë Elziana ky prospekti rënien e peshës? Pse? Sepse po ta kishte bërë vetë nuk do të ishte në telefon me ty. Hey, më zgjidh këtë hall. Do kishim marrë punë. Nuk do isha fare në takim me ty. Në qoftë se unë do ta kisha zgjidh problemin, unë nuk do isha në takim me ty. Fare. Do isha në vend tjetër. Mirë, ne si closer e dim këtë gjë. Ai është në takim me mua sepse nuk e ka zgjidh problemin, se po ta kishte zgjidh problemin, nuk do ishte në takim me mua. Atëherë, neve mundojmë të alternojmë se cilat janë ato bindjet kufizuese. Për shembull tek programi i trajnimit të biznesit, bindjet kufizuese janë biznesi funksionon ndryshe, kjo tavani mendor, pra kaq ka biznesi im, kjo është industria, jo po unë jam nën, jo unë jam mësuese, edhe çfarë bëjmë tash? Të gjitha këto kundërshtit mundohem dhe i them shiko, është burgu jot mendor, se nuk është e vërtetë asgjë. Sepse ja ku e ke këtë gjë. Të njëjtën gjë duhet bësh ti në trajtimin e kundërshtive të klientët të tu, në lidhje me mosbesimin, sidomos tek pjesa e pikave, të ilaçeve, të substancat, mosbesimi është i pari. Mos është në i gjë e skatume, mos është në i mall i keq, mos është në i gjë që do mbi të varur, mos është në i gjë që nuk është njohur nga FDA-ja apo çan këto gjëra të ushqimit, dhe këtu është frika më e madhe që ti duhet të trajtosh. Këto çmimi e këto gjëra janë një sinjal të cilat ai tjetri nuk e kupton vlerën tënde. Në qoftë se ti do dhush 59 euro apo 5.900 euro që bën ajo operacionin mushkëri, kë zgjedh? 59 patjetër. Por në këtë lloj forme neve artikulojmë dhe e mbulojmë gjën. Pëlqeu? Je dakord me mua? Yes? Great. Great job. Mirë, nuk e di tani kemi Merildën këtu. Merilda, nuk e di a të lejohet, mund ta hapësh kamerën ose mund të flasësh. Unë desha ta ndaj ai çik historinë tënde, nëse ke dëshirë, nëse jo, no worry. Kemi muslimane të devotshme. Mund ta hapësh pak audio? Po, përshëndetje, dëgjon tani? Përshëndetje Merilda, yes, mirë se erdhe. Mund ta bësh një përshkrim të shkurtër, kush je dhe ç'a bën? Po, patjetër. Atëherë unë jam Merilda. Është pronare, administratore, kancelarisë, kancelaria? Unë kam një dyqan kancelarie, dhe artikuj të ndryshëm. Okej. Dhe me shitjet nuk është se kam shkuar dhe aq mirë, dhe pse biznesi ka kaq vite që funksiononte. Në momentin që po i bie pak si shkurtë, sepse nuk dua që të... Vetëm emrin e kancelarisë, e ka emrin e kancelaria? Kancelari Lapsi. Lapsi, okej. Dhe shet kryesisht libra, pritime, fotokopje. Libra nga 5 euro. Po, pikërisht kancelari, gjëra shkollore, zyre. Okej, është në kancelari modeste, shumë e mirë, po është modeste në një lagje shumë të jo kryesore në Tiranë. Great. Cili ishte problemi yt? Problemi im ka qenë që biznesi ishte në vend numëro, nuk po më jepte, pavarësisht përpjekjeve, pavarësisht tentativave, pavarësisht gjithçka që kishim provuar. Gjëja e fundit që jo, ajo më riman nga mbrapa nuk është e vërtetë, është thjesht për show. Për të shuar kurioziteti. Okej, që të kthehemi bisedës, dhe duke parë, do me thënë që asgjë nuk po funksiononte, pavarësisht shumë gjërave që provuam, gjëja e fundit që provuam lëvizëm dhe me dyqan, me biznes fizik.
Po përsëri domethënë ishim në vend numëro, nuk po jepte biznesi aq sa duhej. Më pas më qelloi një video që më e ndesha rastësisht në Facebook i Erit me po themi që po fliste për këto shitjet për biznesin që nuk funksiononte, kush ishin arsyet, pse gjërat nganjëherë duket sikur ishin në vend numëro dhe vendosa ta ndjek. Ndoqa një video, pastaj një tjetër, pastaj u regjistrova në një trajnim, ndrysho lojën për gjithmonë. Aty pastaj ishte pika e ktesës, që mora vendimin për të bërë pjesë e programit MaxBiz. MaxBiz që është përpara kësaj. Dhe pastaj unë e them me bindje të plot që 2-3 javët e para, pasi kam ndjekur videot e para, ato trajnimet e para, shitja e parë që bëra që ishte për mua wow, sepse do të keni parasysh një gjë që një biznes kancelarie ti kënaqesh kur bën 5.000 lekë, 10.000 lekë, 15.000 lekë shitje, mesatarisht. Dhe shitja e parë që bëra ka qenë 260 euro. Nga 5 euro shkoi në 260 euro. Pastaj muajin tjetër, mund të ishte java e tretë, ndoshta ose e katërt e trajnimit, kam bërë 5.000 euro shitje. Po thuaj afërsisht. 5.000 euro shitje. Dhe bravo, një duar përgjigje për Merilën. Dhe pikërisht këtë muaj përsëri kam bërë një shitje tjetër me pothuajse afërsisht me 2.000 euro, ditën e kam përmbyllur si marrëveshje, si shitje. Dhe shumë shpejt tani do regjistrohem dhe tek trajnimi tjetër që është trajnimi radhës. Tek Closing Masterclass, Merilda ishte këtu. Closing Masterclass. Faleminderit shumë Merilda, faleminderit për guximin që ndave, je shumë dhe mirë njohur, jam shumë i njohur. Me Merildën neve kemi punuar diçka shumë serioze. Merilda ishte si puna juaj që nisht të kishte besime, thoshte shiko, këto hajtikit, po mirë, dakord, në rregull, po nuk janë këto për biznesin tim. Edhe nuk janë këto sepse biznesi im është një kancelari që çfarë do printoj ai 5 lek atë fotokopjen, 10 lekë gjëja, do blej një libër 5 euro dhe nuk ka çfarë bën. Është kancelari në një zonë të qytetit. Dhe neve punuam bashk, punuam ngushtësisht bashk, dhe çfarë bëm? Nga 5 euro, 10 euro, ajo shkoi në 5.000 euro, brenda 3-4 javëve. Shkoi në 260 dhe 5.000 që në fillim fare dukeshte kështu si marrëzi, dukeshte si skem. Qa është ky eri, mos është ky në kështu, po më hedh trute gomaj, po më mashtron mu, do më vjedh mu lekët, do që ti blejmë këti trajnimin edhe pasaj të më zhduket. Po, kur flasim për personal brand, është një gjë që unë ja sugjeroj fort juve, sepse juve jeni në botën e personal brandit, ti nuk mund të bësh kështu lojrash, mashtrime. Pse? Sepse është emri jote, është fytyra jote, është YouTube, është Instagram, është rrjetet sociale që ti nuk mund të bësh dot lojtpisët sepse e ke për jetë gjatë. Dhe Merilda ishte historia ime e rradhës e suksesit si puna e Osveltës. Nga 5.000 shkoi në 120.000, kurse Merilda shkoi në 5.000, tashit po mbyll edhe një 3-4 tjetër, me diku te 10.000 euro vetëm nga MaxBizi, vetëm si pasojë ndryshimit të sistemit, këto gjëra që folëm neve bashkë. Unë nuk e di atë vit e Merilda sot, bëra thjesht një njoftim kështu dhe shqyqy që erdhi dhe ndau, por loja është nuk është produkti jot faj, por është strategjia se si ti e punon produktin për të bërë diferencën e madhe. Okej, goca? A ju pëlqeu ky demonstrimi live i gjës sakt? Kemi dhe një djalë tjetër këtu, kishte bën një 100.000 euro, por nuk du t'ju demoralizoj se nuk shumë, por që yes, keep going dhe ajo qëllimi im, ashtu siç ja sqarova dhe Elzianës në roleplay, nuk është që t'ju them juve, hajdeni, bëni namin, hajde të bëni. No, unë dua vetëm një gjë. Kjo që juve mendoni, pra këto strukturë shitje që keni, ti mund të bësh scale me këtë lloj programi që ke, pra produkti që ke, dhe me këtë lloj prezente që ke. Siç bëri Merilda, siç bëran ata të tjerët, ti mund të bësh scale. Vetëm të duhet ajo aftësia dhe ajo gjë që neve të punojmë bashkë, jo ta bësh vetë. Sepse po ta kishe bërë vetë, të kishe bërë tashmë. Po të funksiononin librat,
Unë do i kisha marrë punë, 167 mbi libra, jo të lexuar, po të konspektuar. Okej? Great. Kemi një pyetje përpara se ta mbyllim? Nuk nuk është demoralizim, është thjesht metodologjia. Ti duhet të mësosh, duhet të kesh afër njerëz të tillë që bëjnë të tilla shitje, që kanë biznese nga 7 shifra mbi 1 milion euro, që kanë biznese me 6 shifra 300.000 euro, 400.000 euro dhe ti thu, hey shiko, mund të mësoj unë nga ty sepse ti i ke gjërat jo teorike, po i ke praktike. Nuk është një gjë që se lexova këtë librin, autori ka thënë, no, ai e ka saktë, ka gati. Dhe ti mund të përfitosh nga fitoria e tij. Sepse metodologjia është e njëjtë me metodologji që ndoqi ai Ridvani, mund ta ndjeki Merilda, mund ta ndjeki Elziana dhe patjetër që rezultati është i njëjtë. Okej? Veç na motivon. Po jo migos, nuk ju motivoj. Unë thjesht ju tregoj një mundësi se si ti mund të bësh scale. Pastaj motivimin nuk zgjat motivimi. Happy këtu edhe nesër pastaj tull gjumi, jesi puna e kileve të 5 kileve të Elzianës, që do bish një muj edhe do kthehesh prapë aty. Nuk e di, a keni një pyetje? Cila është mënyra më e mirë për të ndihmuar skuadrën që nuk arrin dot të shesin asnjë produkt? Sara. Yes, Sara. Sara është vetë në një kështu ç'e quhet? Supervisor. Po, Sara është kjo goca këtu. Nice. Mirë, Sara, ke dëshirë të hapësh mikrofonin? Pas ka shkuar një orë e gjysmë domethënë. A lejon 30 minuta? Lejon? Erisa? Yes. Okej, se i premtova Erisës që Sara, nisur nga këto që folëm. Hello. Mund ta bësh unmute Sara apo? Yes? Mirë mbrëma Sara. Yes, të dëgjojmë shumë mirë. Nisur nga këto që folëm. Si mendon ti që është zgjidhja për të ndihmuar skuadrën? Unë paktën në skuadrës time kam një skuadër diku tek rreth 18 vajza. Dhe ajo çka unë të paktën ju them gjithmonë është pjesa e këmbguljes, pra që ti bësh pyetje të klientit për ta kuptuar vërtet se çfarë ai do, pra nuk është qëllimi thjesht shesim dhe kaq, por ta ndjekim klientin edhe kur blen, edhe kur përdor produktin, domethënë ndjekja e klientit më tepër. Mendon që është këmbgulja për të ndihmuar skuadrën që nuk arrin dot shesin? Domethënë, jo vetëm këmbgulja, por edhe domethënë ta zhvilojnë në thonjza klientin, cila është nevoja që klienti ka me të vërtet. Okej, yes, perfect. Nuk e di, ka ndikush një menim tjetër? Ndryshe? Avni, keni këshill për Sarën? Ose? Yes, Avniu. Si ta diqe se ti ke i skuadrë gëgjat madhe që drejton edhe ka një mënyrë se si ta ndihmosh skuadrën? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam Avniu, po flas për Prishtinës. Unë ndoqa trajnimin në 2 sesione të masterclass të Eri Business. Edhe nga përvoja që kemi fituar ato, kemi kuptuar që për të arritur me i realizue planet e shitjeve, para se gjithashtë duhet vendoset një strategji. Edhe ajo strategjia duhet t'i ketë gjithë hapat të sa ma mirë të zbërthyer. Edhe po ndiqet ajo strategji, shanset për të i pa sukseset janë mëse reale. Great. Faleminderit Avni. Pra, kjo që po të thoshte Avniu ishte strategjia, duket i çiklafi bukur e kështu, por nëse ti Sara vazhdon kështu siç thua, do bëjmë këmbguljen e klientit edhe këto jetë tek versioni, më fal që po ta them se u njohëm bashkë dhe po bëjmë çik kështu humor. Është ajo paqe në botë, dua të heq urinë. No, duhet të ndryshosh strategjinë Sara. Dhe tash për të ndryshuar strategjinë nuk është kështu. Ne këtë lexo këtë librin edhe vazhdo punë. Por neve mund të lëmë një takim bashkë, telefonat bashkë edhe mund ta zgjidhim këtë punë.
Okej? Sepse gjithë problemi është tek mënyra se si neve drejtojmë. Ti dhe Erisa, nuk e di, kam Erisën? Po, Erisa. Juve jeni në pozicionin kur juve jeni në drejtim, duhet të bësh drejtimin sipas shembullit tënd. Dhe mënyra më e mirë për të Erisa erdhi. Erisa ka filluar programin që ka bërë Merilda. Dhe në mënyra më e mirë për të bërë ndryshimin e strategjisë, pra të drejtoj të tjerët sipas shembullit tim. Unë jam ai komandanti i parë edhe them, shiko, unë e provova, bëra këtë gjë, tash hajde bëj këtë teknikën time. Nëse ti do thosh, po je çik më i mirë, je çik më shumë me klientin, nuk e thënë asgjë, nuk është strategji kjo. Kur flasim për strategji, flasim për Himalajet. Do ngresh atë malin e Himalajeve, do hypesh atje lart, po. Nuk mjafton motivimi. Oh, yes, jo, duhet strategji me një person që ka qenë atje. Edhe thot, hajde se e di unë rrugën, merr çik bombulë oksigjeni, se marrë oksigjeni, merr pak ujë, merr pak këtë, e. Kjo është strategjia, nuk është strategjia puno më fort, ose më këmbgulës me klient. Mirë, nuk e di, përgjigjja saktë pyetjes? Great. Pyetje tjetër, ne kemi klient që blejnë 1-2 herë, po më shumë, jo nuk e zgjasin më shumë sepse thonë janë shtrenjtë. Yes, Gjyle, yes. E trajtuam këtë në role playing me Elzianën. Sa herë të postojmë në ditë? Okej. Flasim në një moment tjetër për këtë. Si ta kuptoj që klienti nuk është klienti im ideal që të mos harxoj kohën. Okej, Albana, njëta pyetje si me Sarën. Pra, si ta kuptosh ti që klienti është nëpërmjet pyetjeve inteligjente, pyetjeve të zgjuara, që ti e diagnostifikon edhe thua, është best for me or not. Okej? Por gjithmonë shitja bëhet nëpërmjet veshëve, jo nëpërmjet gojës. Neve themi hy, por ka këtë gjë. Pse nuk kemi interesime është mënyra se si ti po i përdor rrjetin social. Si po i përdor rrjetet sociale nuk janë për shitje, është për një parti, është një gjë që ti ndërton një komunitet atje, jep vlerë atje dhe pastaj shikon për të parë nëse mundet bësh një biznes ose jo. Është sikur shkosh në një fest, jemi në një fest me jahtë, party, muzik, fest, kënaqësi aty, edhe ti tash merr panele diellore. Hey, thu, kush do panele diellore? What? Si e bëri Sara? Yes. Ne jemi parë këtu me birra, me feste, këtu ti dëshim du mu paneli diellore. Çe lidhje ka paneli diellore? Pra, duhet të dish me audiencën si të flasësh edhe se si të bësh, është një leksion shumë i fortë që neve e kemi. Pse nuk kemi shitje edhe pse jeni aktiv në çdo ditë. Shiko, ka të bëjë me aftësinë, mënyra se si ti komunikon, edhe mënyra se si ti e drejton tufën, si e drejton contentin. Është një që quhet creating content. Si të krijosh një kontekst, sepse rrjetet sociale ka një problem shumë të madh, ka një diferencë shumë të madhe ndërmjet ndjekësve, followers edhe blerës. Këto dyja nuk janë, zakonisht janë kundërta, unë them nuk janë njësoj. Ka rrjetet sociale, neve duam followers, nga ana tjetër biznesi kërkon blerës. Edhe për të krijuar blerës, ka tjetër strategji nga për të krijuar followers, për të krijuar video virale, për të pasi që kështu view, dy strategji komplet të ndryshme. Good. Bëj prezantimin e produktit e 2 video janë ndarë të zgënjur nga produkti. Ktu pasaj është gjë tjetër. Lidhje me produktin edhe me brandin që juve keni, gjithmonë ka një zgjidhje për këtë. Ka klientë që kanë frikë të bëjnë pagesën online. Po, këtë probleme kam edhe unë. Neve kur bëjmë një kështu njoftim, themi shiko pa blej këtë kursin 17 euro, 27 euro, sepse duam që të kemi audiencë të filtruar në trajnimet e biznesit, ata duan ta bëjnë, po thonë online me frikë me karta. Yes, ka një mënyrë dhe për këtë mund të lëm një takim edhe mund të tregoj atë eksperiencën time se si unë e zgjidh për klientët e mi dhe mbase mund të ndihmoj për ty. Okej? Great. Mirë, tani është momenti për ta mbyllur. Kush ka dëshirë, çfarë ju dha klik sot? Çfarë ju pëlqeu sot? Yes, Angje. Cili ishte ai momenti klik, aha moment që ju thatë, wow, ja vleti kjo koha që ndetëm, edhe është një mënyrë për të falenderuar dhe Erisa, faleminderit Erisa që mësum këtë gjë. Bisedimi me klientin, yes. Çfarë strategjie të përdorim për të arritur deri tek shitja?
Role play ishte the best, yes. Faleminderit thot Marieta. Okej, se për herë të parë është i kështu si duket. Kush dëshiron që këtë trajnim ta ndjeki të regjistruar edhe një herë? Role play thot Avni. Thank you Avni. Falenderojmë shumë, falenderojmë. Qetësia, strategjia, po. Yes. Unë. I gjithë trajnimi ishte super. Good. Ridvani thot, kur tha do mendohem shumë mirë, dole nga situata. Ngre pak. Ngre pak tek Ridvani. Aty më tek komentet. E pas kam këtu. Atëre, kur tha do mendohem shumë mirë, dole nga situata, për pyetjen do mendohesh për çfarë? Do të thënë, kur të kaloni në nivelin e avancuar, nëse tash po flas me Ridvanin dhe duhet i kthejmë përgjigje, kemi atë që kemi kartat e shitësit fitues, është se si neve i trajtojmë kundërshtitë e klientit. Edhe kjo quhet kundërshti klienti. Dhe do mendohem, do flas me burrin, do flas me gruan, do flas me ortakun e biznesit, do flas me fëmijën, të gjitha këto, e di çfarë në të vërtetë? Është një matë që është aty në shtëpi, edhe ai do të konsultohet. Pra, nuk është e vërtetë, është thjesht një mënyrë e sjellshme që klientët të thotë jo, po i vjen turp tash nga ty gjithë kjo gocë e bukur simpatike të thotë jo. Edhe çfarë ta thotë jo në mënyrë të ëmbël, të bukur, por që është jo. Buyers are liars. Dhe gjithmonë neve mësojmë në closer se si të trajtosh kundërshtimet e klientit, të cilët konkurenca nuk di fare se çfarë janë, edhe nuk mund t'i trajtoj dot. Prandaj neve jemi closer dhe jemi më të fortë. Good. Po vajzat nuk kanë qenë, po unë mënyra se si transmeton mesazhin disa herë. Okej, good. Mirë, neve kemi edhe një grup WhatsApp-i. Mund të shkruajmë aty momentet klik që ju dha dhe uroj që mos të mbesi këtu tek Elziana 5 kg edhe mirupafshim, por uroj shumë që ky udhtimi jon të zgjasë në kohë në mënyrë që të krijojmë rezultate të qëndrueshme financiare dhe të transformuar. Okej, deri në takimin e radhës, ju përshëndes. Natën e mirë. Natën.